Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës i gjithë ky krijim që tregon për një krijues, për Allahun e madhëruar. Atëherë, pse njerëzit nuk besojnë? Allahu i madhëruar nuk e ka krijuar këtë univers pa një qëllim. Çdo gjë që shohim, qielli i pafund, yjet që ndriçojnë natën, malet e palëvizshme, detet e gjëra, pemët që japin fryte dhe vetë njeriu, janë shenja që tregojnë fuqinë, urtësinë dhe madhështinë e krijuesit ton. Kur njeriu vështron dhe kujdes këtë krijim të mrekullueshëm, e ka të vështirë të besojë se e gjithë kjo është produkt i rastësisë. Prandaj lind pyetja: nëse i gjithë krijimi dëshmon për Allahun, pse disa njerëz ende nuk besojnë? Kurani i shenjtë fton vazhdimisht njeriu të reflektojë mbi këtë krijim. Allahu thot në surën Ali Imran në ajetet 190 dhe 191 se Bismillahirrahmanirrahim. Me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndërimin e natës dhe ditës, ka shenja për njerëzit me mend. Ata që e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe të shtrirë, dhe meditojnë mbi krijimin e qiejve dhe të tokës, duke thënë: Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar këto pa qëllim. Ky ajet tregon se besimi nuk ndërtohet vetëm mbi traditën e imitimit apo mbi çfarë kanë pasur të tjerët para nesh dhe ne atë të besojmë, por ky ajet tregon për reflektimin mbi krijimin e Allahut xhaleshanhu. Sa më shumë që njeriu mediton mbi universin, aq më shumë kupton se pas këtij rregulli të përkryer, qëndron një krijues i gjithdijshëm. Allahu thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim: ne do t'u tregojmë atyre shenjat tona në horizonte dhe në vetveten e tyre, derisa t'u bëhet e qartë se ai është e vërteta. Ajeti 53 i surës Fusilet. Pra shenjat e Allahut nuk gjendet vetëm në natyrën që na rrethon. Ato gjenden dhe brenda nesh, në trupin e njeriut. Zemra që rreh pa ndërprer, sistemi i ndërlikuar i trupit, aftësia për të menduar, për të kujtuar dhe kuptuar, dhe për të dashur janë argumente të gjalla të urtësisë së krijuesit të gjithësisë. Sa më shumë përparon shkenca, aq më shumë zbulohen mrekulli të reja në krijimin e Allahut të madhëruar. Një nga pyetjet më të thella që shtron Kurani është: a u krijuan ata prej asgjëje apo janë vetë krijuesit? Ajeti 35 i surës Tur, kjo pyetje që vjen në Kuranin familjar. Ky ajet paraqet një argument logjik të pakundërshtueshëm. Asgjë nuk mund të krijojë vetveten. Çdo vepër ka një krijues, çdo ndërtesë ka një ndërtues dhe çdo rregull ka një vendosës. Atëherë, si mund të mendohet se i gjithë ky univers rreth e qark nesh, me gjithë ndërlikimet dhe harmonitë e tij, nuk mund të ketë krijues? Megjithatë, jo të gjithë mund të besojnë, sepse problemi nuk qëndron te mungesa e argumenteve, por te gjendja e zemrës së tyre. Kur njeriu robërohet nga egoja, krenaria, interesat personale ose dashuria e tepërt për këtë dynja, ai mund të refuzojë të vërtetën dhe kjo është arsyeja pse njerëzit nuk besojnë dhe largohen nga rruga e drejtë. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim: ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, sy me të cilat nuk shohin dhe vesh me të cilat nuk dëgjojnë. Ajeti 179 i surës Araf. Prandaj të nderuar dëgjues dhe shikues, pengesa më e madhe nuk është mungesa e argumenteve ose e provave, por mbyllja e zemrës ndaj të gjitha këtyre argumenteve që kemi rreth e qartë nesh. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka nxitur besimtarët të reflektojnë mbi krijimin e Allahut, teksa thot: mendimi për një orë është më i vlefshëm se adhurimi i një vite. Ky hadith na mëson se meditimi
i sinqert mbi shenjat e Allahut mund të afrojë njeriu drejt besimit më shumë se sa veprat të kryera pa vetëdije. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: u habita me atë që dyshon në Allahun, ndërsa sheh krijimin e tij të mrekullueshëm. Vërtet, sa herë që njeriu shikon qiellin e mbushur me yje, lindjen e diellit, rënien e shiut, apo lindjen e një fëmie, ai përballet me argumente që dëshmojnë për ekzistencën e një krijuesi të gjithfuqishëm dhe të gjithpushtetsëm. Ai është Allahu i plotfuqishëm. Çdo krijesë është një shenjë dhe çdo shenjë drejton drejt krijuesit të saj, që është Allahu. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nuk ka gjë në qiell dhe në tokë që të mos jetë argument që tregon drejt Allahut. Pra besimtari i sheh këto shenja dhe forcon besimin e tij. Ai e kupton se universi nuk është krijuar pa një qëllim dhe jeta kursesi nuk është një rastësi. Çdo gjë ka një urtësi dhe synim pas saj, ndërsa ai që refuzon të mendoj mund të kaloj pranë mira argumenteve pa përfituar prej tyre. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, pyetja e shtruar për temën e ditës së sotme, pra nëse i gjithë krijimi kthehet tek Allahu xhaleshanuhu dhe tregon për Allahun, atëherë pse shumica e njerëzve nuk besojnë? Kjo pyetje nuk është se nuk ka një përgjigje. Përgjigjja është dhe shenjat janë të pranishme në çdo anë. Shenjat e pranishme janë në qiell, në tokë, në histori dhe në vetë shpirtin e njeriut. Pyetja e vërtet është: nëse jemi të gatshëm, t'i shohim ato me zemër të hapur dhe a jemi të gatshëm ne për të pranuar pra të vërtetën se krijuesi i gjithësisë është Allahu dhe Allahu na ka krijuar dhe ai do të kthehemi një ditë. Nëse njeriu mediton sinqerisht mbi krijimin, ai do të arrijë të kuptojë atë që Kurani na ka thënë prej 1447 vitesh më parë dhe përsëri do të vazhdojë dhe do ta kuptojë se ky univers dëshmon në fuqinë e plotfuqishme të Allahut të madhëruar. Allahu na bëft për atyre të cilët ndjekin rrugën e drejtë, udhëzohemi me dritën e Kuranit, që është fjala e Zotit të gjithësisë, dhe nuk shkëputemi nga kjo fe sa të kemi frymë në këtë jetë. Në këtë moment të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.